Një shqiptare nga inxhinierët më të mira të reja të kompanisë të Microsoft, Gjeneta Krasniqi, me origjinë nga Prishtina, është rritur në Munich, udhëheqëse e projekteve të inteligjencës artificiale dhe cloud, dhe është përfshirë në listën Top Young Women Engineers in Germany. Historia e Gjeneta Krasniqit është një shembull frymëzues i suksesit të rinjve shqiptarë në diasporë me origjinë nga Prishtina, e rritur në Munich. Ajo arriti të shndrojë pasionin e hershëm për programimin në një karrierë të suksesshme në fushën e teknologjisë. Sot Gjeneta është pjesë të Microsoftit, ku udhëheq projekte në fushën e inteligjencës artificiale dhe teknologjive cloud, duke kontribuar në zhvillimin e zgjidhjeve moderne teknologjike. Suksesi i saj është vlerësuar dhe në nivel kombëtar në Gjermani. Në vitin 2025 ajo rëndit në mesin e Top Young Women Engineers in Germany, një vlerësim që synon të evidentojë inxhinierët e reja më të spikatur në vend. Por angazhimi i Gjenetës nuk kufizohet vetëm në karrierën profesionale, ajo gjithashtu është mentore për vajzat e reja që synojnë ndërtojnë karrierë në teknologji, duke inkurajuar të besojnë në aftësitë e tyre. Ajo trajnon gjithashtu gra me përardhje emigrante për aftësitë digjitale dhe angazhohet me projekte me karakter humanitar. Mesazhi i saj për vajzat shqiptare është i qartë: besoni tek vetja, mos keni frikë të provoni, të bëni pyetje dhe mësoni. Bota e teknologjisë ka nevojë për zërin tuaj.